إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد me të vërtet falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falenderoj dhe vetëm prej Allahut të ndihmë kërkoj. E lutim Allahun e madhëruar mëshiruesin mëshirbërësit të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe I shpëtuari është ai I cili Allahu ja falë gjunahet dhe gabimet. Dhe e lut Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që janë të falur të mëshiruar. Gjithashtu e lut Allahun e madhëruar të plot fuqishmin, madhështorin, mbrojtësin e besimtarëve, të na mbrojë prej tërëqieve të vetëve tona dhe tërëqieve të punëve tona. Dijeni të nderuar vëllezër, se atë njeri që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, në Islam, nuk ka kush që ta humbë nga kjo rrugë përveç tij. Dhe dijeni sërish gjithashtu se atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të asaj që ai punoi, për shkak të devijimit që kishte në zemër, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë sërish në rrugën e drejtë përveç tij, përveç Allahut të madhëruar, udhëzuesit në rrugën e drejtë. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të ahumbërohet me të drejtë është Allahu I madhëruar, I cili e krijoi njeriu nga një lëng dhe I dha formën që ai tesh. Dhe ka caktuar agjenin e tij. Ka caktuar se sa do jetoj. Ka caktuar ditën se kur do të vdes dhe vendin se kur do japi shpirt. Vetëm ata adhurojnë. Vetëm atij I luten. Vetëm tek ai kthehen me pendim për gjunahet tona. Vetëm atij ja përkushtojmë adhurimet tona. Ai është I vetmi I cili meriton të adhurohet. Në dorën e tij është jeta dhe vdekja jonë. Në dorën e tij është shërimi dhe smundja jonë. Në dorën e Allahut të madhëruar është jeta jonë nga momenti kur ne marrim frymë deri në momentin kur ne do japim shpirtin tek Allahu I madhëruar, kur të vi engjëlli I vdekjes me ndihmën e tij të marrë shpirtrat tonë. Gjithashtu deklaroj dhe dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I tij. Është robi I Allahut dhe I dërguar I tij. Është robi I Allahut dhe më I miri të dërguarve. E më pas, Allahu I madhëruar në Kur'anin famlar na këshillon, dhe këshilla më e mirë për ne është këshilla e Allahut madhëruar. Dhe këshilla më e mirë për ne dhe më e dobishme është këshilla që Allahu I madhëruar ka zbritur në Kur'anin famlar, në librin e tij. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët keni besuar, o ju të cilët keni dhënë besën krijuesit, Allahut madhëruar, o ju të cilët I keni dhënë besën atij që tek ai do ktheheni një ditë dhe do jepni llogari. Keni frikë Allahut me një frikë të vërtetë. Keni frikë Allahut me një frikë të sinqertë. Mos e keni frikë Allahut me një frikë të rrem, të shtirur. Keni frikë Allahut me një frikë të vërtetë, të sinqertë. Dhe mos disni ndryshe. Dhe mos disni ndryshe vetë si besimtar musliman, nëse dëshironi shpëtimin, nëse dëshironi shpërblimin e mirë në dy botrat. E lut Allahun e madhëruar t'i rregullojë zemrat tona, t'i ngjallë zemrat tona në udhëzimin e tij. Dhe lut Allahun e madhëruar t'i përqendrojë zemrat tona në rrugën e tij deri në fund. Ishte profeti alayhis salam që e lut Allahun e madhëruar me një lutje të shpeshtë kur ai ishte në sejdë, kur ai ishte në çastin në gjendje më përulur.
E lusë Allah me të lutje. Ja muqallib al-qulub, ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti rrotullues e zemrave tona, përqendroje zemrën time, i dërguar i Allahut, njeriu më i mirë, besimtari më i mirë, besimtari më i devotshëm. E lut Allahun e madhëruar me këtë lutje, dhe jo vetëm pak, po ishte lutja që bënte më shpesh kur ai ishte në sejdë. O rrotullues i zemrave tona, përqendroje zemrën tonë në fenë tënde, në besimin ndaj teje. Dhe këtë do të jetë lutja jonë më e shpeshtë. Është një lutje të cilën subhanallah në një formë tjetër ne e bëjmë shpesh gjatë ditës. Ai që falet normalisht. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Është mesi i surës Fatiha. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i ke begatuar me të mira, dhe jo në rrugën e atyre që ti je i zemëruar ndaj tyre, dhe jo në rrugën e të humburve. Dhe hutbja e sotme ka lidhje me ajetin e fundit të surës Fatiha. Edhe se do flasim për festat e fundvitit dhe qëndrimin e muslimanit ndaj këtyre festave, ka shumë lidhje me ajetin e fundit të surës Fatiha. O hoxhë i nderuar, cila është lidhja? Allahu i madhëruar në ajetin e fundit të surës Fatiha na edukon se rruga jonë, na mëson dhe na edukon se rruga jonë, rruga e vërtet, është ndryshe nga rrugët e të tjerëve që nuk janë prej muslimanëve, qoftë hebrejve, kristianëve, zjatbutistëve, satanistëve, ateistëve. Allahu i madhëruar thot, na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që ke begatuar me të mira, prej profetëve, sinqertëve, dëshmorëve dhe të mirëve. Dhe ndryshe, vazhdon lutja, dhe jo në rrugën e atyre që kanë tërhequr zemërimin tënd, pra ti je i zemëruar me ata, prej hebrejve, dhe jo në rrugën e atyre që kanë humbur rrugën e drejtë, prej kristianëve. Një nga tefsiret, komentet e këtij ajeti. Pra, besimtari e ruan dallimin e tij. Ai është ndryshe nga të tjerët, është ndryshe nga jo besimtari, është ndryshe nga i cili zgjodhi mosbesimin, është ndryshe në besimin e tij, është ndryshe në mendimet e sakta dhe të shëndosha që ka, është ndryshe në zakonet e tij, si besimtar, si musliman, është ndryshe në festat e tij. Vajza ime, një nga vajzat, më tha, ba, unë shikoj tani që qyteti jonë është zbukuruar. Pse? Se kam ndjerë të ndryshim në Arabinë Saudite, në Medinë ku jetonim. Edhe pse po përpiqen dhe atje të fusin të festime, të zbukurime, sepse nga format më të rrezikshme për të futur një besim pagan ose një besim tjetër që e kundërshton Islamin prej mosbesimit, është duke e futur nëpërmjet festave, festimit, duke i quajtur të raste të festa universale, botërore. I festojnë sepse shumica po i feston. E tërë bota, në orën 12 çfarë bëhet? Ndrimin e viteve. I festojnë Krishtlindjet, se bota e zhvilluar e përparuar i feston. Dhe shumë prej nesh nuk e di kuptimin e këtyre festave, prej muslimanëve që i festojnë.
rëndësi ka që hajnë dhe pinë, ka i që ka bërë alkoholin halal, pi dhe alkohol, ha dhe gjenë në detit, edhe thot, jam musliman. Dhe musliman është realisht, por se është musliman i mangët. Është musliman në rrugën e gabuar. Dhe aja është i për festën. I feston festën e krishtinëve, festën e vitit të ri, bashkët, sepse është bërë festa e kujtë, e të fortëve, e botës së zhvilluar, e botës që ka përparuar. Zbukurohen lokalet, dyqanet, institucionet shtetërore, shkollat, dhe fëmijët shikojnë para të ndëndë. Blinë ushimet nga ushimet më të mira, dhe kështu në një lloj forme ata duan që një shoqëri islame e cila përpiqet të përqendrohet në rrugën e saj në islam, me festat dhe zakonet që karakterizohet dhe i ka të veçanta specifike, duan të shoqëri islame të tretet të bëhet një me shumicën. Dhe nëse do i binde shumicës që është në tokë, do të humbi ty nga rruga Allahut, ajet kuranor. Fjala Allahut azza wa jalla. I dopti është shqipëriur të pasoj të fortë. Ata që janë në pak të numër, janë të prirur të ndjekin dhe të pasojnë të shumëtit. Ti jesh i pakut, ti jesh garib, i panjohur, është vështirë përballësh me rrymën. Do durim, do sakrificë, do sinqeritet, do siguri, besim, të sigurt në ato që ti besove. Prandaj i thot profeti alayhis salam sahabëve, vëllezërit e mi që do vinë, me merë malli, a nuk jemi ne vëllezërit e tu, i thanë sahabët, jo, ju jeni shokët e mi. Dhe ka përmendur për këta vëllezër, Allah na bëf prej tyre, që shpërblimi i tyre, i thotë sahabëve, është sa shpërblimi i 50 prej jush. Kur të bëhet feja e vështirë, të mbahet, si shmbahet cili prushin zet në dorë. Si shmbahet prushin zet në dorë. Këto kufi, këto ligje, këto regula, nuk i vendos as hoxha dhe as krye hoxha. I vendos Allahu i madhëruar në fenë e tij. Pastaj njeriu është zgjedhje. Se do të shkrihet me shumicën, le të shkrihet. Dhe nëse do të mbaj identitetin e tij musliman, ai përpiqet ta mbaj dhe të jetë krenar. Thot Allahu azza wa jall, dhe Allahu t'i takon madhështia. Dhe Allahu t'i takon madhështia. Dhe nëse kërkoni madhështin, nëse kërkoni krenarin, dije se Allahu t'i takon madhështia dhe krenaria. Në ajetin e kuranor Allahu i madhuruar thot, Allahu t'i takon krenaria dhe madhështia. Profetit të tij, besimtarve, që besuan në shënësim, por se hipokritët të nuk e din. Por se hipokritët, ata që besuan vetëm me gjuhët e tyre, nuk e ditën do. Thot profeti alayhis salam, men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kush i përngjan një populli, ai është prej tyre.
Kush I përgjan një populli, ai është prej tyre. Islami si sistem jete ka ardhur për të dalluar besimtarin muslimanin nga të tjerët, nga rruga e njerëzve të shturur, të prishur, të pamoralshëm, nga rruga e mosbesimtarëve. Ka shumë tekste kuranore, hyjnore dhe prej haditheve profetike që na ndalojnë të përngjasohemi me jo besimtarët, me ata të cilët mohuan krijuesin, Allahun e madhëruar, e mohuan fenë e tij, Islamin, e mohuan profetin e tij, Muhammed a.s. Na ka ndaluar Islami të përgjagjsojmë ke çdo gjë që është specifike, që është zakoni I tyre, dhe çdo gjë që lidhet me besimin e tyre. Dhe kjo është më e madhe dhe më e rëndësishme dhe më e keqe, pasimi dhe përgjagjësimi I tyre në rritet e tyre, në besimin e tyre. Dhe festat e një feje që kanë origjinë pagane ose origjinë të një feje tjetër, janë nga shenja dhe simbolet më të rëndësishme të asaj feje. Sikur se ne kemi Kurban Bajramin dhe Fitr Bajramin, që është nga simbolet më të rëndësishme të fesë sonë. Ashtu janë dhe festat e jo besimtarëve. Edhe pse sot ata në forma të ndryshme I kanë zhduruar këto festa në festa globale, gjithëpërfshirëse, si festa të një populli në përgjithësi, pra sociale, shoqërore dhe universale. Besimtari duhet ta di mirë se nëpërmjet përngjasimit të jashtëm, personi shkon dhe arrin në përngjasimin e brendshëm. Dietarët përmendin disa arsye pse Allahu I madhëruar dhe I dërguar I Tij e ka ndaluar përngjasimin. E para është, nëse ne festojmë sikur se ata kënaqen dhe ne I fusim gëzim atyre në atë që ata festojnë, kur shikojnë që në tjerët festojnë si ata. Dhe kjo I shton gëzimin dhe kënaqësinë, të gëzohen për atë që janë prej të kotës të pavërtetës. Dhe Allahu I madhëruar na ka ndaluar që ne të jemi shkak që dikush të kënaqet dhe të gëzohet për të kotën dhe pavërtetën. Shkaku I dytë që ndalohet përngjasimi me ata është ajo që thash fillim, përngjasimi I jashtëm gradualisht, sepse shejtani ka hapa. Allahu thot Kur'an dhe mos I pasoni hapat e shejtanit. Gradualisht të çon në përngjasim të brendshëm, përngjasim të besimit, përngjasim të adhurimeve, të riteve, të mendimeve. Gjithashtu, përngjasimi me ata na çon që në një farë mënyre t'i duam dhe t'i miqësojmë ata. Jo se muslimani do të keqen dikujt, jo se muslimani është keqbërës dhe I dëmshëm për shoqërinë që e rrethon, pavarësisht se kujt përket, kujt feje dhe besimi. Muslimani është individi më I dobishëm, më pozitiv, ndihmon çdo kënd që është në hall, pavarësisht besimit të tij. Nuk I bën padrejti askujt, as jo besimtarit, as kafshës, as sektit dhe as pemës. Është ndaluar nga Allahu I madhëruar. Por se sikurse
është ndaluar t'i bëj dëm askujt, është ndaluar të miqësoj tash dhe të doj ata që e mohuan Zotin. Dhe duke pasuar, duke përnjasuar me ata, gradualisht i do dhe i miqëson ata. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Thotë Allahu i madhëruar, nuk do gjesh një popull, nuk do gjesh një popull për muslimanëve që besojnë në Allahun dhe ditën e gjykimit, të doj dhe të miqësoj ata që mohuan Allahun dhe e kundërshtuan Allahun e madhëruar. Prandaj, identiteti i muslimanit duhet të jetë një identitet i ruajtur. Ruajtja e identitetit është nga parimet themelore të Islamit. Ata duan që ne të jemi si ata. Për këtë gjë Allah i madhëruar thot në Kur'an dhe ka ardhur hadithe. Ata duan që ne të jemi si ata. Nga hasedi dhe smira që kanë, kur na shikojnë që jemi adhurues të Allahut vetëm, përmbajtës së virtyteve dhe moraleve të larta, luftojnë padrejtësinë dhe shturjen dhe çdo devijim në çdo aspekt. Nëse nuk e ruan identitetin tënd si musliman, nuk e ruan përkatësinë tënde si musliman, nuk e ruan personalitetin tënd si musliman, atëherë gradualisht do shkrihesh dhe bërë si ata. Dietari i njohur i sociologjisë, dietari musliman Ibn Khalduni, e parashikoi rënien e Andalusit 200 vite më parë në librin e tij. Dhe tha, përderisa këta kanë arritur të përngjasohen në këtë gjendje që janë me besimtarët që i rrethojnë, ata do të bien patjetër, të rrezohen. E lutë Allahun e madhëruar të na udhëzojë tek e drejta, tek e mira. E lutë Allahun e madhëruar të na bëjë të ndjehemi krenar në besimin dhe fen tonë. E lutë Allahun e madhëruar të na nxjerrë nga këtë dynja faqebardh dhe ai është kënaqur me ne. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu i madhëruar përmend në Kur'anin famlar që shejtani i mallkuar nga format dhe rrugët që i përdor për humbin e njerëzit është që ja zbukuron atij të keqen. Ja zbukuron atij të keqen. Ja zbukuron atij të ndaluarën. Ja zbukuron atij të pamoralshëm. Në mënyrë që kur ta veproj atën me mendimin dhe iluzionin se po vepron diçka të mirë. A mendoni të nderuar vëllezër se këto zbukurime që bëhen pema vjedhitëri ose pema krishtlindjeve të ndalen pa këtu? A e dini nga ka origjinën dhe nga ka origjinën dhe burimi kjo pema krishtlindjeve? Kjo pemë e ka origjinën dhe burimin që në kohën e faraonëve dhe grekëve, të cilën e quanin pema e përjetësisë. Dhe më pas ajo hyri në shoqërinë evropiane në shekullin e 16 dhe e përdorën për krishtlindjet. Dhe kristianët e vendosin të pemë me besimin e tyre se kjo pemë largon shejtanët. Largon shejtanët nga shtëpia.
Shumë besime pagane janë futur në besimet e i tharëve të librit, prej kristianëve dhe hebrejve. Sikurse është dhe data 25 e Krishtlindjeve. Kjo datë është datë që romakët festonin festën e Zotit të Diellit. Dhe në realitet nuk ka një argument historik të saktë që tregon se Jezusi Isa alayhis salam ka lindur në këtë datë. Po mendimet më përafta janë se ka lindur pas një mendimit që kanë mendimi kundërt i kristianëve të pjesës lindore, është se ka lindur 6 janar. Gjithashtu, plaku vitit të ri, Santa Claus, fillim baba ose papa Nikola ishte ai që simbolizonte dhuruesin e dhuratave. Pastaj e mori përsipër baba Noel. Santa Clausi i mësot fëmijëve që jeton në polin e veriut. Dhe ai ka një qere, një saj, që udhëheqin 8 drerë. Dhe ai vjen në qatin e çdo shtëpie, futet kjo xhaku dhe i jep fëmijëve dhurata. Dhe fëmijët i thojnë prindrit, varni çorapet aty, se në çorapet që do varni kjo xhaku, do vi plaku i të ri dhe do japi këto dhurata për ju. Në realitet janë prindët të cilët i vendosin këto dhurata. Dhe me to gënjeshtra i mbajnë fëmijët e tyre. Dhe me to simbole që kanë lidhje me dhuratat në këto festa. Me këtë penë që quhet pema e Krishtlindjeve. Shumë prej muslimanëve sot imitojnë me vetdije pa vetdije, imitimi verbër. Po siç thamë, gradualisht personi duke i pasuar të tjerët nga ana e jashtme, rrezikohet që ai t'i pasojë edhe nga ana e brendshme. Truri njeriu, në realitet, në lidhje me zbukurimet që shikon, e pranon se zakonshme çdo gjë që e sheh shpesh dhe kudo. Pra kemi afërsisht një muaj para ose më para kanë filluar qyteti jon ose vendet, çdo qytet ose vendet në përgjithësi në botë të zbukurohen. Dhe këto zbukurime janë kudo. Janë brenda e jashtë. Kudo e shikon. Dhe truri e percepton këtë si normë shoqërore. Tu është rreziku. Si diçka normale e shoqërisë. Edhe nëse rituali është fetar, i një fe tjetër. Pra, zbukurimet e bëjnë festën të duket e zakonshme dhe e padonshme. Efekti i dytë, efekti i magjepsjes dhe i tërheqjes. Dekorimet kanë aftësi të fuqishme emocionale. Hoç, pse po e përmend këto gjëra? Janë rrugë, janë forma se si në një mënyrë si pa qëllimshme ose e pa organizuar, në një formë ata duan që këto rite, këto rituale fetare të futen në shoqëritë islame, muslimane. Dhe në emër të festimit, ato futen shumë bukur dhe shumë lehtë. Truri i njeriut e lidh bukurinë e jashtme me atë që është pozitive. Pra, njeriu është i prirur që gjithçka që është e bukur është e mirë, është pozitive. Dhe kjo është e vërtetë. Dhe haron përmbajtjen origjinale të festës që është në shumicën e rasteve kishtare, është kristiane. Gjithashtu, efekti i shoqërizimit të ritualit. Zbukurimet krijojnë atmosferë komunitare. Njerëzit bëjnë foto, dalin në qytet, hajnë darka bashkë, blejnë dhurata,
takohen me familjen, argëtohen. Kjo I zhdoron ritualet fetare në evente sociale. Efekti I kujtimeve nostalgjike. Fëmijët që rriten me dekorime kujtojnë dritat, festat në shkollë, kartolinat, ambientin e bukur, ushqimet e mira, e shijshme, dhe kjo krijon në kujtesën e tyre një lidhje emocionale me atmosferën festive. Edhe nëse familja e tyre nuk e praktikon këtë festë fetarisht. Efekti I ngopjes vizuale. Sa më shumë që një njeri bombardohet me një simbol, pemën, drita, Santa Clausi, dhurata, aq më shumë humbet vigjilenca kritike. Zbehet refuzimi fetar, zvoglohet ndjenja e dallueshmërisë fetare. Zvoglohet dhe zbehet ndjenja e dallueshmërisë fetare. Kjo quhet në psikologji desentizim. Zbehja e ndjeshmërisë përmes ekspozimit të vazhdueshëm, bombardimit. Dhe gjashta, efekti I emitimit shoqëror. Kur shumica e shoqërisë I përdor zbukurimet, individi ndjen presion të mos duket ndryshe nga tjerët. Shoqëria ushtron ndikim emocional, njerëzit bëjnë atë që bën shumica e njerëzve. Dhe kjo quhet në psikologji të jesh I përputhur me shoqërinë, me shumicën. Zbukurimet e fundvitit, të nderuar vëllezër, nuk janë të pandikueshme, të paqëllimta. Ato janë mekanizma psikologjike që normalizon një festë të caktuar, e bën më tërheqëse, e zhduron nga një ritual fetar në një atmosferë shoqërore. I largon njerëzit nga dallueshmëria fetare, që është shumë e rrezikshme për ata, e bën më të lehtë imitimin një feje tjetër. Kjo është arsyeja pse qytetet investojnë miliona euro në dekorime. Të ndryshosh një person nga një musliman në një fe tjetër ose pa fe, për ta është një gjë shumë e madhe, një arritje shumë e madhe. Allah na ruaj. E lutem Allahun e madhëruar të na ruajë ne, familjet tona, familjet tanë, nga çdo devijim në besim, në moral, nga çdo devijim I cili Allahu I madhëruar nuk është kënaqur me ne. E lutem Allahun e madhëruar të na falë gjunat dhe gabimet tona. E lutem Allahun e madhëruar të na mëshirojë ne, të afërmit tan prej të gjallëve dhe të vdekurve. E lutem Allahun e madhëruar të shërojë semurit tan. E lutem Allahun e madhëruar të japë triumf Islamit dhe muslimanëve kudo që janë. E lutem Allahun e madhëruar të na ndihmojë në punë të mira, dhe të ndihmojë të largohemi gjunaheve dhe gabimeve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsani وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة